Çmimet e benzinave të ulen për 1.5 denar, ndërsa ata të naftës për 2 denar për litër. Këtë vendim e pret qeveria nga Komisioni Rregullator për Energjetik, kumtoi kryeministri Hristijan Mickoski, duke shtuar se këto janë çmimet minimale, respektivisht se këtij lirimi i shtohet edhe lirimi që ofron Okta për 2 denar për benzina dhe 3 denar për naftën. И тоа, евросуперот од 95 октани и евросуперот од 98 да бидат намалени за 1,5 денари, додека дизел горивото да биде намалено за 2,5 денари, што ќе каже дека максималната цена за супер горивото од 95 октани да биде 82 денари за литар и тука не е вклучено не попуст од 2 денари за литар кој што знаете Окта на своите комитенти го одобрува. И исто така евросуперот 98 октани сега ќе изнесува, според нашите пресметки би требало да изнесува 84 денари за литар и тука не се вклучени оние 2 денари попуст кој што го одобрува Окта за своите партнери. Исто така дизел горивото практично се намалува, како што реков, би требало да се намали за 2,5 денари и новата цена би требала да биде 95,5 денари за литар и тука не се вклучени оние 3 денара кои што ги дава практично Окта. Reaguan nga opozitaria LSDM duke thënë se në vend të masave për çmimet e larta që vazhdimisht rriten prej 45 ditësh, Mickoski, të cilin me ironi e quajnë Dalai Lama Maqedonas, përsëri doli me një paraqitje të zbrazët filozofike pa rezultate për të lexuar çmimet e karburanteve nga foltorja e qeverisë. Për një muaj e gjysmë çmimet po rriten, mishi i qengjit e ka tejkaluar 700 denar për kilogram, vezët, produktet e qumshtit, vaj, perimet, gjithçka është drejtuar. Produktet bazë janë bërë luks për një pjesë të madhe të qytetarëve. Tryeza e pashkve këtë vit është gjysmë e zbrazët, sepse është më e shtrenjta ndonjëherë, por Mickoski nuk shpall masa për uljen e çmimit dhe mbrojtjen e standardit jetësor, por lexon çmimet e karburanteve, të cilat i përcakton Komisioni Rregullator për Energjetik, me sa duket sepse edhe Komisioni Rregullator nuk është i pavarur, por pjesë e rrjetit të tij të biznesit. Kryeministri Mickoski u pyet edhe për çmimet e ushqimeve, për të cilat tha se qeveria të martën në seancë do të analizojë raportin e përgatitur nga Ministria e Ekonomisë dhe Inspektorati i Tregut, në bazë të cilit edhe do të reagojë.